Reprezentacioni Maqedonisë së Veriut në karate me 74 garues do të përfaqësohet në edicionin e 25 të kampionatit ballkanik për kadet, junior dhe U21 për djem dhe vajza, që gjatë kësaj fundjave do të mbahet në qytetin bregdetar të Rijekës në Kroaci. Në këtë edicion jubilar të kampionatit ballkanik të karates për kadet, junior dhe U21, pjesëmarrjen e tyre e kanë konfirmuar nga 13 shtetet të Ballkanit. Drejtori sportiv i reprezentacionit të Maqedonisë, Arlind Huseini, për kampionatin në fjalë për televizionin Koha deklaroi: Ekspedita për reprezentacionin e Maqedonisë i përbërë nga kadet junior dhe U21 dhe delegacioni do të udhtoj për në kampionatin e 25 me radh ballkanik për kadet junior dhe U21 e mbajtur në Rijekë të Kroacisë. Garat do të zhvillohen nga data 7 deri nga data 9, konkretisht nga e premtja deri në të shtunën, ku do të garojnë në 2 disiplina, kata dhe komite individuale dhe ekipore. Maqedonia apo karateistët që përbëjnë Maqedoninë e Veriut janë shumë të përgatitur. Maksimalisht vitin e kaluar kishim mjaft rezultate në Sarajev, ku jo të shpresoj, për jam i sigurt që edhe këtë rast do të korin suksese të larta, pasi se kemi edhe gjenerata të reja ku premtojnë shumë rezultate edhe në kulminante edhe më tutje që do të zhvillohen garat Në ekspeditën e 74 garuesve në përbërjen e reprezentacionit të vendit ton janë edhe 29 karatist shqiptar, në mesin e të cilve edhe 4 garues të klubit të karates Fati, nga të cilët pritet që me dignitet të përfaqësojnë vendin. Ekspeditën e Maqedonisë do të përbëjnë edhe 25 shqiptar, ku edhe 4 nga klubi karates Fati. Po ashtu edhe topa do përbëhet edhe me garues tjerë që janë shumë kualitativ, por klubi karates Fati, pasi konkretisht edhe më pyet e për atë, do të merr pjesë me 4 talent, me 4 garues të mirë. Një ndër ta është edhe Isa Elmazi, ku ishte edhe para 2 viteve kampion Ballkani. Me shpresë që do të rikonfirmoj nga gjeneratat e reja tash në gjenerata më serioze tek kadetët. Shpresoj që edhe Isa, edhe Aldini, edhe Andi, edhe Astriti do të korin suksese të larta. Po ashtu edhe në fund duhet të theksoj që edhe një herë që Maqedonia ka talent të jashtëzakonshëm që premtojnë këtë vit rezultate edhe më të larta. Gara do të zhvillohen të premten, të shtunën dhe të dielën në qendrën sportive Zamet të qytetit të Rijekës në Kroaci.